Vitet e fundit shërbimi i administratës përkundrejt qytetarëve lë për të dëshiruar. Këtë fakt e pohojnë qytetarët e Vlorës, të cilët janë kritik për sa i përket shërbimit, por edhe mënyrës se si ofrohet ky i fundit nga përfaqësuesit e zyrave apo institucioneve në qytetin bregdetar. Së pari, qytetarët kërkojnë një administrat që t'ju shërbej me korrektësi dhe jo të lodhet nga shërbimi i dhënë çdo ditë. Mangësi, qytetarët quajnë edhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave, halleve të tyre të përditshme, për të cilat kërkojnë reagim të menjëhershëm, të saktë dhe profesionist. Vlonjatët e vendosin theksin edhe tek mënyra e komunikimit, për të cilën thonë se duhet të jenë më me edukat, duke qenë më tepër të duruar përkundrejt çdo qytetari. Po se arresin dot ata që ta bëjnë aq mirë. Ne kemi nevojë, po sa rrit do administrata do të jetë shumë korrekte, të punojë mirë, të jetë saktë, do një jetë vet, që të zgjidhen probleme aty do të jetë shumë korrekt. Neve hasim këto, megjithëse unë jam moshatar dhe s'pashë po brezat e tjerë që janë më të rinj, për plasën me këto punë, duhet të më rrëllë. Do të thotë që administrata kur ti bën një kërkesë si qytetar duhet i përgjigjet. Duhet të përgjigjet. Duhet të jenë shumë korrekt, duhet të jenë shumë të saktë, edhe të krijojnë edhe atë afërmitetin e kënaqësinë e popullit. E qytetarit duhet ta punë. Pa ata një të ashtu, një pse çip. Bie vërdall. Do përmirësohet? Ke shpresë se do përmirësohet? Shiko, shpresa nuk do të humbojmë, po megjithatë gjithë ta që vënë për këto karrike dhe këto kështu, se njeriu njihet në karrike, në pasuri, kupton, do të jetë korrekt. Qose sa aty kuptohet nëse është i rregullt apo s'është i rregullt. Se hipin atje dhe thotë se kjo është jota, kjo është jeta jon, edhe rahat atje. Vetë edhe një hallë xhi atje, të bie vërda atje, ja pa ashtu, ja pa kështu, e ka plot probleme në këtë drejtim. Shkoj, para njerë që duhet të jenë të përkushtuar. Të dytë duhet të kenë stash, se 3 ditë, duhet të jenë sinqert. Tjetër, duhet të vlerësojnë punën që bëhen, sepse janë privilegjuar në raport me tjerët. Mirë po, tjetër mos shikoj njëri tjetër, se shikoj një tjetër në komunikojnë, jo kështu, jo ashtu. Kështu që të heqën dorë në vjetë, ja me një fjallë. Duhet të shërbejnë qytetarëve ankesave të tyre? Rëndësi ka komunikimi. Komunikimi do durim, do të ta kuptoq. Që ta i të përtoq, që ta logikosësh, dhe këtë mungon atyre. Nxenë shpejt bësh. Po, kjo është kultura, etika atyre. Dhe kjo e bën edhe qytetari mund të mirë, po edhe veten e saj. Po këtyre mungon, në përgjithësi ne na mungon ajo. Ne nuk dim të them faleminderit. Ne nuk dim ta respektojmë ngrimin këmbë. Ne nuk dim çfarë halli ke. Po e shikoj me inat. Kjo është fatkeqësi, edhe kjo do të ndryshoj shumë me vonesë, mendoj unë. Po mirë, do të për popullin do të. Për shembull, çfarë i sugjeron, çfarë u thua? Po administratat shikojnë rrugët, të ujin, dritat, të rregullojnë, të bëjnë. Ata do të jenë të edukuar të kenë mirë sjelljen. Kjo është e para kryesorja. Të dinë të sillen me klientin. Pastaj çdo gjë rregullohet. Mendon se duhet të përgjigjen kërkesave? Kërkesat e qytetarëve duhet të përgjigjen sa s'ka ku të vëmë, se prandaj janë të zgjedhur nga populli atje. Edhe që pagohen nga kontributet tona. Po si e vlerëson performancën e tyre deri më tani, le të themi, në këto vite? Për ç'të them tani me neglizhencë çdo gjë. Çfarë note i jep? Ja një, të japim një 7. 7. Pas ndonjëherë që ke vajt për kërkuar shërbim dhe nuk Jo. Unë i marr me parat tu tek jo vetëm për parat. Shërbim Shkemi, jam në pallat, jo, nuk. Kish zora pasaportën, për këto që ikat e djali në rregull me çdo gjë aty. Po ke trokit një zyrë administrative? Jo, s'kam këtë, nuk ka pasur ndonjë rast. Shumë ti, çfarë do u sugjeroje? Çfarë duhet ta përmirësojnë ato çfarë ke dëgjuar, ke perceptuar? Po të lidhen me popullin, të zgjidhen hallet e popullit, ja për këtë. Janë korrekt. Ja, kjo është korrekt, kjo është besoj. Ndërkohë që ka edhe nga ata që nuk duan të komentojnë në lidhje me këtë temë, të pyetur zgjedhin mos të flasin apo të përshkruajnë administratën siç e duan ata,
veç me një fjalë të vetme. Mas më gatroj me administrata. Korrekte është. Nuk. Kam qenë vetë administrat, kam qenë model, të tjerët nuk i di. Administrata është pjesa kryesore e shërbimit ndaj qytetarëve, një derë se ku përballen çdo ditë këta të fundit. Ndër vite, qytetarët e Vlorës e kanë vendosur theksin tek shërbimi i munguar, teksa gjithashtu një problematik më vete mbetet edhe reagimi. Zgjidhja e ofruar e ankesave të bëra nga qytetarët shpeshherë ka ardhur me vonesë, por në shumë raste të tilla ankesa, madje edhe kërkesat e tyre, nuk janë zgjidhur fare.